Atëherë, ndoqëm një deklaratë të ushtruesit të detyrës së shefit të Agjencisë për Sport, zoti Fidan Shatri, me njerë pas përfundimit të kuvendit zgjedhor të Federatës së Futbollit të Kosovës, ku Agim Ademi është rizgjedhur edhe për një mandat 4 vjeçar, në fakt që ky është i treti për të si presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës. Nga 52 delegat sa ishin pjesëmarrës në këtë kuvend, Ademi mori të gjitha këto vota pro ti dhe tashmë është në fillim të mandatit të tij më të ri. Kujtojmë se prezent në këtë kuvend të Federatës së Futbollit të Kosovës ishte edhe zëvendës presidenti i UEFA-s dhe presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, zotri Armand Duka, ndërkohë që kishte edhe përfaqësues nga FIFA në këtë kuvend, siç ishin Rolf Tanner dhe Marko Fere, të cilët monitoruan punimet e këtij kuvendi zgjedhor. Duhet të cekur se Shatri, i cili sapo foli para mediave, pati e ngriti si shqetësim ligjshmërinë e kuvendit të Federatës së Futbollit të Kosovës edhe para të gjithë delegatëve dhe zyrtarëve të UEFA-s dhe të FIFA-s në fjalimin e tij të dhënë brenda sallës ku u zhvillua kuvendi zgjedhor i Federatës së Futbollit. Përveç zgjedhjes së presidentit Agim Ademi, në këtë kuvend u miratua edhe buxheti i Federatës së Futbollit të Kosovës për vitin 2026, që është 24.985.000 euro, por që u tha gjithashtu se ky buxhet mund të shtohet edhe për 11 milion euro të tjera nga qeveria e Kosovës, nga UEFA dhe nga FIFA, nëse kombëtarja e Kosovës në futboll në 2 ndeshjet e marsit do ta siguronte kualifikimin në kampionatin botror të vitit 2026, që do të mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Agim Ademi në fjalimin e tij, pasi falenderoi të gjithë delegatët që morën pjesë dhe votuan natyrisht pro ti në mënyrë anonime, premtoi edhe se gjatë mandatit të tij do të fokusohet edhe tek futbolli i femrave, ku tha se çdo vit do të ndërtohet nga një stadium që do të jetë posaçërisht dedikuar futbollit të femrave, ndërkohë që konstatoi dhe tha se në fakt premtoi para delegatëve se do të ndriçohen 15 stadiumet të Superligës së futbollit, përkatësisht 3 prej tyre ai tha para delegatëve se do të nisin të ndriçohen menjëherë gjatë këtij viti. Në fund, gjithashtu u zbulua se brendi i njohur i veshjeve Adidas do të jetë edhe sponsor i fanellave të kombëtarës së Kosovës në futboll. Ne do t'i lëmë pamjet e tjera, ndërsa do të qëndrojmë edhe këtu nëse do të marrim ndonjë deklaratë tjetër nga të pranishmit, nga delegatët apo edhe nga vetë presidenti i sapo zgjedhur i Federatës së Futbollit të Kosovës, zotri Agim Ademi.